Edhe gjatë vitit 2025, njësia speciale Ujqit vazhdon të mbetet pa asnjë pjesëtar të përkatësisë shqiptare. Ndërkohë në konkursin për oficer të rinj për vitin 2025, nga gjithsej 45 kandidat të pranuar, vetëm një ishte shqiptar. Kjo situatë ka nxitur reagime dhe pyetje në opinionin publik, lidhur me mënyrën se si Ministria e Mbrojtjes planifikon të sigurojë barazi etnike dhe përfshirje më të madhe në këto struktura gjatë vitit të ardhshëm. Duke komentuar këtë çështje, Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski theksoi se kriteri kryesor për pranimin në armatë është kualiteti i kandidatëve dhe jo përkatësia etnike. Mendoj se duhet të shohim kualitetin dhe çdo njeri që është kualitativ është i mirëseardhur në armatë dhe ministri. Ka vërtet persona kualitativ të cilët nuk i shoh, a janë Maqedonas, shqiptar apo të tjerë, por më e rëndësishme është personat që e duan shtetin dhe Maqedoninë. Çdo njeri i tillë është i mirëseardhur dhe absolutisht, nëse i plotson të gjitha kualitetet, patjetër të potencojë se ka teste të veçanta, të cilat duhet çdo njeri t'i kalojë. Lloji i caktuar shërbimesh më tej që të jetë në njësinë cilën do qoftë, tha Vlado Misajlovski, ministri i Mbrojtjes. Nga konkursi i publikuar në muajin mars për oficer të rinj në Armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kandidatët janë vlerësuar për shkollimin e përfunduar, njohuri të gjuhës angleze, për përgatitjet e tyre fizike dhe kanë kaluar edhe intervistë. Nga lista e përgjithshme ku janë pranuar gjithsej 45 persona, vetëm një ishte shqiptar, gjë që ranglista përfundimtare nuk përputhej me ligjin për akademi ushtarake, i cili urdhëron respektimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat gjatë konkurseve. Në këtë dikaster, në disa njësi elitare, ndër vite nuk i është mundësuar qasja shqiptarve. Edhe ato pak të kualifikuar që janë, nuk i ofrojnë askund obligimit kushtetues për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ministria e Mbrojtjes tashmë 6 muaj është pa zëvendës ministër. Kjo pasi Elfete Ismaili u shkarkua nga detyra pasi Arben Taravari prishi koalicionin me Vlenin.